Shumë faleminderit. Neve si televizion do të jemi mbështetës për 100 vjetorin e klubit dhe Qiqi. Do të bashkëpunojmë edhe me zotin Gojqa e me shumë të tjerë bashkëdhetar këtu. Persona që kanë qenë pjesëmarrës të klubit futbollistik të Qiqi, ne do t'i marrim një intervistë edhe me udhëzimet toja si doni, jemi të gatshëm që t'u ndihmojmë, pasi është një gjë e mirë që personat që kanë kontributet t'jenë pra t'jenë dikushi. Pra të respektojnë me rastin 100 vjetorit. Si e vlerëson ti 100 vjetorin? Po, aja vlerësim do më thonë i 100 vjet klubi në eksistencën ashtu, pali skarotës gjitha, nuk isha gjame shtua për të marrë kohën, por ajo është një... Kemi neve lojtarë që kanë lojtur në atë periudhë, vitit dhe këtë që kanë lojtur? Ka këtu për komunitet që i njofim, dhe me siguri se do t'i kontaktojmë, si që ta Legania, palë do të së mundohemi me ta forcat tonë, dhe me çka të kemi mundësi, që t'i japim ato informata, aqë sa kemi këtu për... Kush ka fotografi, kush është veti gjallë, si që janë gjitha këto, do t'i ndihmojmë. Me që se jemi këtu, zoti Dresha, i ke diaspora. Unë do të bëj pyetje juve çfarë kërkoni nga diaspora dhe do të dëgjojmë me zotin Toni Gojqaj se çfarë premton dhe ky për të ndihmuar juve. Si e doni, në çfarë forme e doni, pasi jemi edhe në prag të promovimit të biletave sezonale. Unë gjatë gjithë veprimtarisë sime, si në arsim, në komunë, në sport, jam shumë mirënjohës për kontributet që diaspora ka dhënë për zhvillimin e majtësisë. Nuk ka asnjë sferë jetës, asnjë rrafsh jetës që diaspora nuk ka ndihmuar. Duke filluar prej infrastrukturës, rrugëve, rrymës, ujit, telefonit, me lëmin e arsimit, me stipendione dhe në lëmin e kulturës, duke mbështetur shoqatën, në lëmin e shëndetit, duke ndihmuar njerëzve me nevojë që kanë nevojë, në sport dhe gjithku ka kisht dhe duhet hjekur kapelit dhe duhet përkull thellë për kontributin që ka dhënë diaspora. Nuk është e mirë që diasporës gjithmonë veç me i lyp, sepse ju shumë vështirë fitoni, nuk fitoni lehtë. Ju sakrifikoni shumë, punoni shumë, keni shpenzime të mëdha dhe është shumë vështirë edhe në këto kriza ekonomike që të mbijetoni atje, edhe ajo të ndani një sasi të madhe të buxhetit për aktivitetet e tilla. Unë duhet jam pak pragmatik dhe të quaj, unë shes produktin. Unë duhet shes produkt. Nuk duhet kërkoj gratis, nuk duhet kërkoj lëmosh. Unë shes produktin. Dhe produkti im është biletat sezonale. Mendoj që në krahasim me bileta sezonale në botë, ky produkt është i lirë. Çka ju jap unë për këtë? Unë ju jap, mendoj që Zemra Maljeva është ba vitin e kaluar që u bam kampion, apo jo? Ju jap emocione, ju jap shpesh herë edhe lot, sikurse mbas lojës së Helsinkit, shpesh herë edhe hillërime mbas performancave jo të mira. Mirë po, duhet të promovoj që me bileta sezonale mos të ngarkoj asnjë buxhet familjar. Thjesht sikur se shkon me pa Detroit Pistons në basketbol, që kushton shumë fish ma shumë të na, bleni biletën sezonale dhe ja dhuroni familjarit tuaj, vllaut, babes, axhes, kushrinit, shokut, e kështu me radhë, dhe ashtu mbushet edhe fusha stadioni. Gjithashtu, shpresoj se vitin e ardhshëm do të kem mundësi dhe përmes fan shopit që do të hapim, në këtë moment e kem të pamundur sepse kemi një kontratë me një kompani Macron që nuk është e mirë për ne, por vitin e ardhshëm do të kenë mundësi edhe përmes blerjes së suvenireve, të fanellave, të shalleve, e kështu me radhë që
të ngritet buxheti i klubit. Ky drejtim pra, unë shes produkt, nuk kërkoj lëmosh. Nëse ka, unë e di se ka donatorë dhe miqë që e duan edhe janë të gatshëm me dhanë. Kavalerit nuk mundesh mja drynë qepin, por kjo është ajo çfarë unë mund të them. Sa kushton bileta sezonale? $230 amerikan për 20 e sa lojë me duke përfshirë dhe kupat. Anaj që nuk është, a $1 është e vlefshme, por mendoj që nuk është një sasi që ju vret buxhetin tuaj. Pak më parë, para se të flasi zoti Goqaj, unë dëgjova nga ju që ju thatë se nuk i kërkojmë diasporës se e rëndojmë. Ju që jetoni në vendlindje, ju jeni heronj. Ne që kemi ikur, kemi lënë vendlindjet, jemi borçlit të asaj toke, të atyre njerëzve, kështu që gjithmonë kur të keni, veçanërisht ata që punojnë, ata që punojnë dhe kërkojnë, absolutisht kanë drejtën morale, legjitime që të kërkoni, sepse gjithmonë djersa kur shkon në një vend me një produkt që vjen në vlerë pozitive, nuk e bërë mëkat, përkundazi ke bërë nder dhe ke sjell diçka të mirë për vetë kombin ton shqiptar dhe për zonën ku po flasim. Urdhroni. Po pajtohem me komentin ta 100% edhe me palju paka shumë i sqarou edhe ky se si është mundësia jonë që unë mendoj dhe pajtohem me palin që nëpërmes blerjes e një bilete sezonale do ta ndihmojmë klubin pothuajse maksimalisht. Por në rast nevoja tjera jemi këtu gjithherë për biseda dhe për të ndihmuar klubin dhe malsinë dhe si deri me tani. Zoti Dresha, jemi në fund aktualisht të bisedës. Dua të marr pak informacione. Ku është sot, në çfarë niveli është sot në këtë kampionat, domethënë si e mbylli ose si po e mbyll Deçiçi, dhe njëkohësisht mesazhi juaj, një mesazh i përgjithshëm edhe në një objektiv që ke për të ardhmen që ta dinë diaspora. Po mbas lojrave të vështira që i patëm në Evropë, patëm një rënje në një krizë të vogël të lojrave dhe rezultateve. Tani për momentin jemi në vendin e 3 të tabelës dhe do të synojmë që të mbetemi në vendin e 3. Mirë po jemi në finalen e kupës, ku shpresojmë se do të fitojmë edhe këtë trofe që akoma nuk e kemi fituar deri tani, dhe do t'i bashkangjitet kupës të titullit kampion të vitit të kaluar. Pra në vitrinat tona shpresoj se dhe besoj se këtë vit do të jetë edhe një trofe që për 100 vjet nuk e kemi fituar. Në çfarë vendi Deçiçi u rëndit këtë vit në kampionat? Në këtë vit jemi në vendin e 3, por kemi edhe 4-0 pa përfunduar. Po edhe mendoni që do të jeni në vendin e 3, nuk do shkoni pak më lart apo matematikisht nuk e arrini? Ja, matematikisht jo, matematikisht nuk mundet më lart. Po me suksese për të ardhmen. Çfarë do i thuash diasporës si përfundim? Unë po të them ty tani, pak si nalt i kemi ngrit koburet, i kemi ngrit stegën. Po, aja është mirë me kënë si thmoni pari, por është shumë vështirë, por mirë është të jesh atje në krye. Pra, vënë shënjestër hanën tonë, por edhe nëse e huq, je në mes yjesh. A diasporës duhet të përshëndes dhe do të u premtoj se do të falim prap, do të dhurojmë prap emocionet të shkëlqyeshme dhe do t'i bajmë krenar me punën tonë, me veprimtarinë tonë. Nuk e mora informacion, kjo është një pyetje informative e shkurtër. Cili është trajneri i skuadrës Deçiçit? Nga është? Trajneri i skuadrës Deçiçi është Nenad Brnović, është nga Podgorica. Një trajner i ri që e njeh Ligën e Malit të Zi, ka pas një sukses, një rezultat të mirë me Sutjeskën e Nikshicit dhe për momentin është ai. Do të me punua ma shumë. E kam një
e kam një postulat që ka thënë Theodore Roosevelt. Bëj ata që ka din me ata që ka ke në vendin ku je. Kjo është filozofia ime e punës. Po mirë, profesor Dreshaj dhe presidenti skuadrës Dačićit, unë isha shumë i privilegjuar që u kisha sot në bisedë. Më bëhet shumë qefi, bile kërkoj ndjes që nuk kam qenë lidhje direkte me juve edhe përpara, por gjithmonë duke menduar se jeni i zen me këto ndeshjet, lëvizje sipër. I kam ndjekur vazhdimisht, i kemi dhënë rezultatet toja çdo javë i japim në emisionet tona informative. Unë të falenderoj, nëse do t'i Goqaj, Urdo, kishit diçka përshtuar? Jo, s'kam gjë përshtuar, da shpresoj që të fitoni dhe kupin e Malit Zi, ju më ngon tash në vitrinat tuaja, dhe uroj suksese dhe gjithherë do t'jemi me ju. Me cilën skuadër është kupa, me cilin jeni në finale? Me Mornarin e Tivarit. E si është në nivel kampionati Mornari? Mornari është në zonën e rrezikut për të mbetë në kategorinë e parë. Këtë du t'a vlerësoni shumë, se zakonisht kur është një skuadër e ullët poshtë, mendon se e këtë fituar, du t'a vlerësoni këtë. Ja, ju më pyetët ku është në... Jo, e kuptoj, Është shumë skuadër serioze dhe e mirë. Është me një takim? Është me një takim a me dy takime? Si e kini? Është me një takim apo me dy takime? Veç një ndeshje. Ku bëhet ndeshja? Në Nikšić, sepse nuk mundet as në stadion të Tivarit, as në stadionin tonë, por në Nikšić, kurse stadionet tjera në Maltezi nuk janë të gatshme për kupë. Po aty në Nikšić është i favorshëm për shqiptarët? Aty kemi luajtur disa ndeshje evropiane dhe mund të them që plot stadiumi ka qenë me tifos. Me ju përshëndetën, me ju falenderua për intervistë, për emision, dhe i ftoj të gjithë diasporan të blejmë 1000 bileta sezonale. Do të gjej rrugën toni, do të bëjmë në një lajmërim, do shta në televizion, edhe do të gjej mënyrën për të shitur. Do të punojnë në atë drejtim. Do të punojmë. Faleminderit. Mirë, unë të falenderoj shumë që ishim së bashku në bisedë, ju uroj suksese juve dhe gjithë stafit edhe gjithë klubit futbollistik, edhe ju uroj suksese për ekipin e ri që keni hapur në futbollit të vajzave, edhe ajo do të jetë një, do të thosha, një nga arritjet kryesore, është për herë të parë në historinë e zonës tuaj shqiptarëve në Malzi, edhe me shpresë që shikojmë të jemi afër, ndoshta edhe për 100 vjetorin dhe mund të takojmë së bashku aty në Tuzë. Do t'ishte kënaqësi për ne që të jesh mysafir i vini për një çfarë. Faleminderit, shikues nderuar, ishim me profesor Pal Dreshaj, është presidenti i klubit të Dačićit. Kemi folur, kemi sjellë informacione, por do thosha ishte një nga bisedat të gëzueshme, sepse ka patur arritje të suksesshme, të papara ndonjëherë. I urojmë që këto suksese të jenë edhe në vitet në vazhdim, duke i uruar edhe ju për vëmendjen, urojmë gjithë shqiptarët kudo ku janë të kenë suksese. Falenderoj dhe zotin Toni Goqa që ishte në këtë bisedë i pranishëm, edhe një herë falenderoj dhe për në emrin tuaj Dreshën dhe miru pafshim, shikues nderuar, miru pafshim.